E shtuara 22 marsi 2025 ka qenë dita e fundit e mandatit të legjislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës. Me përfundimin e këtij mandati, deputetëve që nuk kanë të hyra të tjera ligjërisht u takon paga kalimtare për një periudhë deri në 12 muaj. Ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit e përcakton se paga kalimtare u takon ligjvënësve deri në fillimin e realizimit të hyrave financiare nga ndonjë burim tjetër ose nga realizimi i pensionit, siç nuk u takon atyre që kanë të hyra të tjera. Paga kalimtare s'u takon as atyre që rizgjidhen deputet. Paga bazë e deputetit është në mbi 1.800 euro. Kallëzo ka kërkuar qasje në Kuvendin e Kosovës për të marrë vesh se cilat janë deputetët që kanë kërkuar të marrin këtë pagë. Me këtë rast, Kuvendi i Kosovës ka njoftuar se 101 deputet kanë kërkuar të shfrytëzojnë të drejtën e përfitimit të pagës kalimtare. Nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje për pagën kalimtare kanë aplikuar Adelina Granica, Adna Rustemi, Adriana Matoshi e të tjerë. Deputetët e Partisë Demokratike po ashtu. Paga kalimtare ka kërkuar edhe Fatmir Humolli, i cili deri në përfundim të mandatit ishte pa grup parlamentar. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kuvendi i Kosovës ka mandat 4 vjeçar nga dita e seancës konstitutive. Pas përmbylljes së këtij mandati, vetëm një organ që e ruan vijimësi në punën e Kuvendit deri në konstituimin e legjislaturës së ri është Kryesia e Kuvendit. Me përfundimin e mandatit kushtetues të Kuvendit, ka përfunduar edhe mandati i rregullt i qeverisë. Nga 23 marsi, qeveria drejtuar nga Albin Kurti është me kompetenca të kufizuara